Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. 38 urtësi nga një grua 90 vjeçare që do t'ju largojë mërzin. Duhet të lexojmë të paktën një herë në javë. Këto janë disa nga thënjet më të kërkuara që Regina Brett ka shkruar ndonjëherë. Ajo është 90 vjeçë tani dhe me më shumë dashamirësi i sjell ato për ne. Le të fillojmë. Jeta nuk është e drejtë, por është ende e mirë. Kur keni dyshime, esni me hapa të vegjël. Jeta është shumë e shkurtër për të humbur kohën duke u rryer të tjerët. Puna juaj nuk do të kujdeset për ju kur të jeni sëmur, miqt dhe prindërit tuaj po, kështu që flisni me ta. Paguani kartën e kreditit çdo muaj. Ju nuk keni për të fituar çdo argument, kështu që pajtohuni me mos pajtimin. Qani me dikë është e shëndetshme se sa të qash vetëm. Kurseni për pensionin duke filluar me pagën tuaj të parë. Bëni paqe me të kaluarën që të mos e shkatërroni të tashmen. Është mirë që fëmijët tuaj t'ju shohin duke qarë. Mos e krahasoni jetën tuaj me të tjerët. Ju nuk e keni idenë se si është udhëtimi i tyre. Nëse një marrëdhënie duhet të jetë sekret, nuk duhet të jeni ju në të. Ti edhe mund të mos shohësh duke mbyllur syt, por mos u shqetëso, Zoti shet të gjitha. Merrni frymë thellë, të qetëson mendjen. Kur bëhet fjalë për të shkuar pas asaj që doni në jetë, mos merrni një jo si përgjigje. E sotme është një ditë e veçantë, përdorni çoçafët tuaj të bukur, vishni rrobat tuaja më të mira, mos i ruani për raste të veçanta. Askush nuk është përgjegjës për lumturinë tuaj, vetëm ju. Gjithmonë zgjidhni jetën. Falini të gjithëve gjithçka. Atë që mendojnë njerëzit për ju nuk është puna juaj. Koha shëron pothuajse çdo gjë, i jepini kohë kohës. Sado e mirë apo e keqe të jetë situata, ajo do të ndryshojë. Mos e merrni veten aq seriozisht, askush tjetër nuk e bën këtë. Besoni gjithmonë në mrekulli. Fëmijët tuaj kanë vetëm një fëmijëri në jetë. Mendoni mirë se si do ta kalojnë atë. Gjithçka që me të vërtet ka rëndësi në fund është vetëm dashuria. Dilni jashtë çdo ditë, mrekullit po ju presin gjithandej. Lakmia është një humbje kohe, ju tashmë keni gjithçka që ju nevojitet. Pa marrë parasysh se si ndjeheni, ngrihuni, vishuni dhe dilni. Jeta nuk është e lidhur me një fjongo, por megjithatë është një dhuratë e madhe. Dhe mos harroni, më e mira s'ka ardhur ende. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.